أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت وأبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم صل وسلم وبارك وعظم وأنعم وشرف وكبر على سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت وعظمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وبعد بسم الله الرحمن الرحيم للذين لا يؤمنون باليوم الآخر مثلهم السوء أو مثل السوء ولله المثل الأعلى صدق الله العظيم Inderuar i gjemat, hamdi bojmë Allahu Gjelle Gjelaluhu, salavatet dhe selamet tona, Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam edhe gjithë pejgamberëve deri te Adem alayhis salam. Familjes e Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, burrave që i pasuan rrugën e tij, grave të atij, nanave tona, edhe gjithë njerëzve që në këtë botë jetuan me nder. Në dje, në dersin e pasikindijës në komentin e surës An-Nahlu, surja e bletës, ati ka fundi, kaluam me fjalët e Allahu Gjelle Gjelaluhu vë Gjelle Shanuh. Sot insha Allahu Taala do të vazhdojmë me ajetin 60. Po në këtë surë, lilladhina la yu'minuna bil yawmil akhir mathalu su', atyre që nuk besojnë në ditën e gjykimit dhe të ringjalljes para Allahu Gjelle Gjelaluhu, ju bëjnë tamam, tha Alhu, çdo shembull i lig. Çka ka negativ? Në gjitha fushat e negativiteteve të kësaj bote, ju bëjnë tamam njerëzve që nuk e besojnë ringjalljen para Allahu Gjelle Gjelaluhu. Do të thot, ato në asnjë anë nuk janë pozitiv. Kush janë me një fjalë çrregulluesit më të mëdhaj në këtë botë? Ata që nuk mendojnë për llogari. Kush vjedh në këtë botë? Ai që nuk është i bindur se do të kapet. Kush e punon haramin në këtë botë? Kush blen edhe shat drogën në këtë botë? Ai që është i bindun se do të bëjë një profit, me i pas bindjet e deficitit, sikur çka i ka bindjet e profitit, s'ka pas me bë këtë punë. Kush i ban punë të liga? Kush han në këtë botë pasuninë e huaj? Ai që për llogari nuk ban mend. Allahu Gjelle Gjelaluhu tha pra, ata që nuk besojnë në ringjallje, ata që nuk besojnë në ditën e Kiametit, çdo shembull negativ, çdo këmish e zez, manevijen po e tham, jo materialisht, po e tham çdo këmish e zez ative për shtati tamam ju ban. Kush janë ato, të cilët në këtë botë shkojnë kam daf, ata që nuk besojnë ditën e Kiametit, mendimet e ative janë të zbathura, ata s'janë të mathun mirë. Tha walillahi l-mathalu l-a'la, kurse Allahu Gjelle Gjelaluhu vë Gjelle Shanuh është shëmbëltyra absolute për çdo gjë pozitive në këtë botë, a negativin edhe ai e ka kriju, po s'ja don kujt. Edhe negativin e ka kriju ai, po nuk ja don kujt. Për atë, aja shembull i çdo gjës pozitive, prejte pozitivi më i imët e derte ai më i larti. Walillahi l-mathalu l-a'la. Gjitha bukurit janë prodhimi ati, gjitha mirësit janë prodhimi ati, çka ka pozitiv në këtë botë janë prodhimi ati, edhe negativ janë prodhimi ati, i padëshirueshëm për robin e ti. Ka thonë Kurani Kerim, Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha, wa tu'izzu man tasha'u, wa tudhillu man tasha. Këta jetin se kam për qëllim, kos kam. Tha o Zot, ti e ngrit këtë dush,
e ullë këtë dush, bia di ke l'khajru, ndorën tonë është e mira, e keqja sa është përmend këtu, edhe ajo ndorën e Allahut, po nuk është përmend, pse nuk është përmend, pse nuk ja donë Zoti njeriut, nuk ja donë Allahu krijesës vetë të keqen, për ata i kaloj mbi te se përmendi, tha ndorën e Allahut është e mira, të keqen se përmendi fare. Nuk na e donë Zoti, kush ja donë të keqen pra, njeriut i dëshiron keq, mu për atë a i paguat me ta keq, mu për atë a i denot pse e merë atë që Allahu tha leje. Tha walillahi l'methalu l'a'la, sa i përkat fuqis, a janë shembulli ma i bukur, a i ka kriju qiell të stolisur bukur nalt, t'jesin lakmit e syrit me dëvërtet në shiqimin e këthel të asaj, t'jesin lakmit me dëvërtet ditën në bukurit e ngjirave të asaj, t'jesin lakmit me dëvërtet në bregdetin duke i lëshu sinin detit Allahu Gjelle Gjelaluhu, edhe ati bëhet zemra mal me besim, se njeriu dorëzohet me njëherë kur shef një huj para veti, të cili taj së një vjen ras me asgja. Ai që studion edhe ma shumë shef, po dhe ai që shef mesin, shef bol. Ai krijoi çdo gjë të gjelbërt në tokë, në dobinë e njeriut. Ai krijoi çdo gjë të gjelbërt po spajtaki me emna, në dobinë e njeriut. Edhe e therrë ata, tha hip. Kështu tha Allahu në Kur'anin e pejgamberin hadith, hip në tribinën e stadiumit dhe shiqo fushën e gjelbërt ku luan lojna të ndryshme. Hip në tribinën e stadiumit, e cili stadium e ka emrin Dunja, e ka emrin bot ku ti jeton. Çka do me thonë fjala Dunja? Jo gjuhtarisht do me thonë në nëshmim, po çka do me thonë fjala Dunja në kuptimin e plot të asaj, në kuptimin terminologjik si dush, në kuptimin filozofik si dush. Fjala Dunja do me thonë ndërtes, fjala ndërtes do me thonë shkoll me klasa, ti je njën nga nxënësit që je në atë shkoll. Fjala Dunja është ndërtes e cila ka emrin universitet, është shkoll. Pra nuk guxon ti me shkruaj çka dush në murin e shkollës, nuk guxon ti me shkruaj çka dush në bankën e shkollës, po dush me dalë në drasën e asaj shkolle detira me bo, për shkak se ke hin atë shkollë për detira, për shkak se ke hin atë shkollë i ngarkuar me detira klase dhe me detira shtëpie. Detirat e klasës janë detirat që ti dush t'i krish në këtë botë, detir klasa e namazi, detir klasa e zeqati, detir klasa e Ramazani, detir klasa e haxhi. Këto janë detir klasa e drejtësia, detir klasa e mirësitë e tua, detir klase, çka është detir klase? Detir klase është veprimi i jot derisa disësh, kurse detir shtëpia është ti ta njihësh Allahu një me vete ke ka të shkojsh besimin. Detir shtëpia është i besojsh me lajket, detir shtëpia është i besojsh ti kitabët e Allahut, ti besojsh pejgamberët e Allahut, ta besojsh ditën e ringjalljes është detir shtëpie, se ti prej shkollës në shtëpi dush me shku ku tre azilja. Azilja jote ka me tre shpejt. Nëse kam shku me shembujt e mi pak nalt, unë prap kërkoj falje, po prap unë mendoj se ato janë thjesht, ato janë të qartë, shka kanë shklas për qëllim, edhe shka është shtëpi për qëllim. Ti je tash në klas, ti je tash në klas, po dhe jashtë të xhamisë je në klas, edhe të ara jote je në klas, se fjala Dunja do me thonë shkollë, fjala Dunja do me thonë universitet. Zban me qenë klas rebel, atje nuk ban me i thi dritarët e klasës, atje nuk ban me përplas derën, nuk ashe lejuar derën me përplas, pra nuk ashe lejuar fjalët me i përplas në këtë botë derisa tishe, se fjalët tinglojnë pastaj, ato registrohen pastaj, ato shërohen mirë ose jo mirë pastaj. I nderuar i xhamat, o ju që Allahu Gjelle Gjelaluhu ka pregadit për ju pagesa për qëndrimin e juaj në këto derse, në këto vende të Allahu Gjelle Gjelaluhu vë Gjelle Shanu, a i thanë Kurani Kerim në ajetin 60 suratun Nahl, walillahi l-mathalu l-a'la, unë jam shembultira me bukur, muet qka ka gjo e mirë në bot, mban taman, ka thonë Allahu Gjelle Gjelaluhu, se unë vetëm mirë baj, unë nuk baj keq. A i ka kriju qilimin, të pisonin e bukur, i cili të pison e ka emnin Dunja, ka thonë, o njerëz, mos hini me këpuz në ta, mos hini me këpuz, hini në qarapa,
se ka prag, a pave prag me një derë, filozofia e drejt për drejti do me thonë se, a pave prag me një derë, dathu, mos kalo me këpuc mrenda, se prag ka, e ka emni një gjohë prag vorë, ka prag në ta, mos kalo me këpuc, pregadit ju ati për në gjonat, për në teshat bardha, mrenda gjonave, teshave të bardha, pun të bardha me vetë, i urdhno prej tash, se keme hin në shpi, po hin në shpi të re, o ju që i kur po dilni prej shpia dhe të vetra, e po hini në shpi të reja, po mundoni me ndrua dhe sistemin e jetës, me fmit e juv, po i fmit e juv po i porosit një ndrishe, ative ju po ju thoni, e po shi qo tash këtu, nuk ka se atje mo ku kemi qenë hinë e dil, e për plas, tash kjo dera e re, tash kjo shpia e re, ki qilimi ashiri, tash ti na mo qëtër jetë, këtu po jetojmë ma luksos, a je pregadit për shpit reja, po, edhe me komandat e reja, po, edhe me sustat e reja të komandës, a po, në regull, e që keme hitë e shpia e reja nesër, që keme dal prej shtëpijës vetër edhe me kalun të reja nesër, ajo është kalim prej shpijës vetër në teren, eventualisht ja reguluar, ja çreguluar deri në pikën e fundit. Për atë një vezir, një ministër, i theri ministrat e jashtëm të shumë shteteve me ja pa villën. Kishë ndërtua një saraj, kishë ndërtua një palat. Ardhën hinën mrena edhe i shiqun koridorët, e i shiqun podrumët edhe katët, edhe kulmat e nën kulmat e asaj villet të bukur që kishë bo një minister, njeni nejtit e dera jashtë agje, a i s'hini fare mrena, a i shull në derë, gjithë e shiqun ata, kur u këthin medale pytën, thanë tip se s'hine me pa mrena, tha e pashtë, a i tha kështu, e pashta, tha qka pave, prej larkë, prej qoshit o borrit, tha po jetoj ke ma shumë se ki pasha që e ka ndërtu, tha. Kish një kusur, kish një të mbet, tha kjo vila. A i tha vila, kishte një të mbet, tha po jetoj ke ma shumë se ministri, po a i kish për qëllim me i thonë se ministri e kish një të mbet, jeton ma pak se vila po rren. E më në fund edhe e nuk do të rren. Pregadit ju për shpijen e re, pregaditu për shpijen e re mirë. Mobilet e reja urdhno, mobilet e reja të shpia re heki pejt vetrës, mobilet që duen për nesër heki pejt e vetra në trenë qoj. Shtratin e gjumit që keme flet në ta, me qindra mija vite në kraun e gjaft, ashtu si që t'len baba edhe nona edhe vlahu, zbute mira ta, mushe me puplijat e ibadetit, mushe me puplit e besimit ata, edhe shko pas ta ishtrin u rahat në ta, mos e bana ta me thera, se ke mundësi me bo me thera ata, nëse me hajni, nëse me mërzi, nëse me tradhti, nëse me shpionim, nëse jo me aparatin e ibadetit me veti, nëse jo me pozat e loj rriteve të këti dini, ate ke mush me qalia. Po prape ke obligim me fletë në ta, s'ka qare, pa qëtër me rënë ta. Thanja Eba Hazim, ka pas një djetari fam shumë, Eba Hazim, thanja Eba Hazim ma lena në krahul maut, tha pse s'po na disët, a mund është me na tregu, pse s'po na disët, ja Eba Hazim, e që praj pa i vorrit tan, e janë gjamit tonë edhe nata bojnë që këtë pytje, e pse s'po na disët, e keni vuro që s'po na vdisët, s'po na vdisët, është realitet. Rreth këtë gjonave me bisedu, këtë në regull, nuk po na vdisët. Nuk po na vdisët edhe atë dit kur na ka shkru dita e vdekjes edhe atë dit s'po na vdisët. Edhe kur na ka artem e mira të dera edhe atë dit s'po na vdisët. E mira e të mirës kur na ka artë të dera edhe atë dit s'po na vdisët. Tha ja Eba Hazim, ma lana nakrahu l-maut, pse s'po na vdisët? Tha, radiallahu anhu, o zot qofshi pajtuar me te. Tha aj, ammartum dunjakum, tha e ndërtuat dënjane juv mirë, wa kharrabtum akhiratakum, tha keni prish ahiretin e juaj, për qatë tha s'po doni me shku prej shpijes që e keni ndërtu të shpia që e keni prish. Për atë tha s'po ju disët.
Po ta kishin ndërtu atë shtëpi atje, keni pas dëshirë me hise, po bojnë hujum njerëzit, hala, akoma, pa pregadit shtëpinë e re mirë, po hinë mrena, po thojnë, mrapa do puni kam lonë me i bo. Hala pa e pregadit, po hinë, se te reja po kanë qef me hi. Te shtëpia e re e modhja nuk po kanë qef me hi njerëzit, se atje i kanë hek mobilet, atje i kanë hek shtrojen, atje kanë thonë ato, si des ku dush qëmë. Qish me vdek? Qish me vdek? Fa'idh kalla idha belegatit tarakia wa kila men rak. A dit kur vjen shpirtit e gryke e fytit, a i kërkon dikush me i fri, me ndonë se si ti fri e dikush me disure qkurta, ja vanon ndoshta e gjelin ati, a i me ndonë ashtu. Wal teffeti saku bisak. Allahu Gjelle Gjelalu ka thonë, vjen aji cili me një pe e lidh gishtin e mal të kamës gjath me gishtin e mal të kamës majt, aji ti fut digrushta pa mukun ngoj, e pas ta i ti mbyll sit pa të pit fare, se pika i ke pas dajt edhe pika i ke pas nonën, aji më shtell me një qefin, tha wal të feti saku bisak, ila rabbika jaume idhin il mesaku, e pas ta i ta nis a i ti e një udhtim pa pasaport, a i nis s'ka me falsifiku, as me pasaport Kroacie nuk udhtohet, as me pasaport Bosne nuk udhtohet, as me pasaport Shqipërie nuk udhtohet. Faktikisht kejt dokumentet ti marrin prej gjepi për me nis me udhtu. Kejt dokumentet atje duhet me i marr me vetin këtë dunjo, në atë moment duhet me i lanë dokumentet kejt edhe me unis në udhë. Kanë thonë, e pse pa dokumente këtu? Pse këtu pa dokument? Nuk e kam lexu me unë, po ndëgjova njëri prej dietarëve tha, me dashën ndëgjova po se kam lexu unë. Tha ja Rasulullah, te vorrat po i shohmi tri gjana po ndodhin, po dojmë shpjegim. Tha çka po shifni te vorrat? Tha një po hin vorr e po del. Kështu than ato. Njëni po hin vorr e po del. Njëni than po hin vorr e s'po del fare, a qetri po shkon tërë te vorrat e s'po hin fare. Kështu i than pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Të shka hen këto gjona që po i shofmin atë vorrat po ndodhin. Tha njëni po venter të vorrat s'po hin fare, njëni po hin e po del. Tha njëni po hin e s'po del. Tha i që po venter të vorrat e s'po hin, tha janë pasunit e juve ato. Të përcedhat tëra ti edhe këthajnë prap. Tha janë ato vlaznit, vlau, shakeki, a i motrës edhe, a i nonës edhe i babës, a i binaku, tha i venter ati edhe këthajnë prap. Tha njeni po hi edhe po del, tha baba gjallin hi po është e lishon del, shkon të shpia. Tha ai që po hi e s'po del, tha ju do t'jeni kejt, s'ka dal me të mas, as letër njoftim që të thot mo kush i daj do zvolu da t'i vidim s'ka mo as një herë, se pa letra udhtimi bukur, pra shtete pa kufi. Po thojnë, qish ti bojmë shtetet pa kufijet, qarkullojmë marahat. S'ka marahat. Drejt tokë mrejna, selam aleikum. Janë thera, janë puplia. Po nuk e kam për qëllim therat e qalijave. As që i kam për qëllim puplijat e zogut. Po kam me puplit qëtër qëllim edhe me therat qëtër qëllim. Imma hufratun min hufarin nar, wa imma raudatun min riyadil gjannah. Ja një kopsht prej kopshteve të gjennetit, ja një grop, ja një hendek prej hendeqeve të gjennemit. A ti fillon çdo gjë. Pregadit një kësaj dite të nderuar. Më spari pregadit një me detyren e klasës, e pastaj me detyren e shtëpijës, se kjo është shtëpia që don detyrat bëme. Kjo është shtëpi trakansh i bukur që don shtëpi të bëme. Kjo është trakansh i bukur në këtë formash. Ashtë trakansh i bukur. Njeri unë e zanë vetëm me një shpatël në tokë, që tra shpatël në erë. Detyrat e shtëpis duhet me qenë të bëme edhe formulat e qitme, se si donë mësusi pa formula. Nuk i donë mësusi pa formula, duhet me qenë të bëme. Pra i deruar për të shkunet e poshtë në ajetin 61, mos shif andër, se këto gjona janë të vërteta, këto gjona janë kuranore. Tha ato që nuk e besojnë këta
çdo shembull negativ ju ban tamam, kurse Allahu ti ban tamam, ati I ka hije çdo e mirë. Inna Allaha jamilun yuhibbul jamal. Aja është I bukur, të bukurën e don. E tashti, pyetje kuranore. Radhën e ka. Pse ti shpjegus I gjërave në xhami? Ne po mendojmë se ti po I shpjegon qartë edhe po mundohesh me I bën edhe më qartë se janë qartë, në rregull. Pse pra zullumqarët Allahu xhelle xhelaluhu s'po I merr? Pse s'po I hek ato? Ka një përgjigje para neve në Kur'an këtu. Pse zullumqarët po rrin, ato po bojnë keq edhe po vazhdojnë. E pse po vazhdojnë ato? Kjo gjë shumë njerëz në këtë botë I mundon. I keq, ta heke Allahu xhelle xhelaluhu. ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يستأخرونه ساعة ولا يستقدمون. القرآن الكريم سورة النحل نجوز آيات جاش دنيا فالله مكان سيو zullumqarin, të keqin, të poshtrin, negativin, me hek më njëherë pse ka bo zullum prej dunjas. Bajmë pyetje tash, me pas vepru Allahu kështu, a do t'jesh ti në xhami që me ndonë se je I mirë? Ti a do t'jesh këtu në xhami nëse me ndonë ti se je I mirë e duesh me met? Përgjigja kuranore është jo, se para prindi, para 100 vetëve, para 500 vetëve, a di me më kalzua I gjyshi I plaki joti, a prej zullumqarve ka qenë, a prej jo zullumqarve? Nuk e din pra, unë po të tregoj, ka qenë ja prej zullumqarve, ja jo prej zullumqarve. Nëse ka qenë prej zullumqarve, a I që janë shumë e mundun, a shumë e mundshme, në regull. E po ti I miri me pas morë Allahu ata atëherë me pas hekpi dunjohet, ti qish po ki qef, ti a ishe mo këtu është ti tu I miri? Jo. Mu para te tha Allahu xhelle xhelalu, ju s'ka, ju vazhdoni rrugën, juve mos ju hien u dhe fare se unë si silem me zullumqarët. Se prej ative ma vonë del mirë, e prej të mirëve sodit del nesër keq. Kana interesant. Po do kolla neve që përna silën qafës, qito bi t'i kish hek baram. Qito t'i kish hek, për ke ki fjallën? Për tallat për grashdit që I shia I van proma? Po, e di që I këtu e ke menën, ato dush mi hek vetë mi qita gjenë në altë të pronë. Këta ta kesh ndërmen për gjithmonë. Ato që I keshja I van të totala që janë hongre dhe kanë met ato shkopit e ative, ato ta kishë ndërmen. Ato, Allahu xhelle xhelaluhu nuk ven në bërë me ngarku kërën me ato me I qitë e vendi ku e ka caktu katuni. Ato I lidhë ti duj, edhe I ngarkon në kërë, edhe I qetë mira gje dhe kujdes mos I len udhe, po largoj krejtësisht prej udhës, se atë obligim e kije ti. E tash po të pysim pra nëse se ke problematikën kejtë qartë. Kush I zem bukë të sabale, si firin, kush e pregadit? Allahu a gratë. Allah ishtë I dur të mbroma, hasha lillahi ta'ala me bëkë si muhabetin gjami. Kush e ban si firin hazër? Ti. E ti dush pra me bon si firin. Kush e ban iftarin hazër? Ti vetë. Kush I lavron arat? Ti I lavron vetë. Me ku I lavron? Me ndihme në Allahu xhelle xhelaluhu xhelle shanu, e pra edhe tallat prej oborrit për me I hek. Lipe ndihme në Allahut, ama ti dush me javëshni krajin. Ti dush me I lidh ato. Mos shifondër kultura të njëherë, mos e si e musliman I mirë, nëse shafondër, as po ven me mi hek dikush që ato talla në borra. Kështu ti jetu pa ondër, Islami jotë sa është kështu, Islami jotë a qëtër, fjala Islam, një kuptim nga kuptimet e ati që ka adekvat definicion është angazhim. A është Islam në nështrim, po është angazhim. Nësë po dalmi, o gjo piksaj. Qala, këtu, pse s'po I hek, prap. Pse s'po I hek, ti heke. Mirë, që I heki, që ka përdojnë me bo? U bo në shkund, I ka hek Allahu xhelle, ti që ka përdojnë me botën e? Allahu xhelle xhelaluhu ti heke tallat prej uborrit, që ti bish qeftelijës ma gjana, po. Që mo ti t'knoqesh, apo. Që mo ti mos dilesh me nusën, edhe me vllaun edhe me familjen prej koncertit. Ta bajsh dunja të cilës I tham në shkollë, ta bajsh salti, apo. Ta bajsh sallë koncerti, mos dilesh mos e Allahu xhelle xhelaluhu I mur tallat I heki prej uborrit, edhe na që I grajmë kuj. Na I grajmë shti muzikës, na I grajmë harmonikës, edhe pim, e shkatrohemi, e shkratohemi, se mos ka tallana për uborrit.
Mo të mizu borri. Mos haro, nëse ti e tallat e sotit i keq për u borri qera, nesër ka se ape kalamoq mellët. Edhe gjallit kalzoj se dha i ka tallat e veta. Fe idha jaa ajaluhum la yasta'khirunahu sa'atan wala yastaqdimun. Tha ju mos bani dertën e zullumçarëve, tha Allahu xhalla xhelalu. Se momentin e fundit të atyre e kam caktuar unë kur. A është caktuar te unë rrin ajo msheftësi, tha ata e di unë. Galën e zullumçarëve. Ti apo mërzitesha? Ai hin te vorrat e pastaj hin vorraj e pastaj ditën e kiametit që çohet para Allahut rri 50.000 vite në kamë në xhenem. A u kri? Mos e mërzit. Para atë ka ditë gjykimi. Wa yaj'aluna lillahi ma yakrahun. Me dersin e gjejt, në fundin e dersit gjejt, folën për vajzat, të cilat Allahu ja fal ke mushrikit Mekës, se çka ju bëjshin sipas dersit gjejt? Çka ju bëjshin ato ative? Ishin tokë gjalla apo? Çfarë thanë, çka thanë? Thanë këto me lajket janë qikat e Allahu xhalla xhelaluhu. E kishin për qëllim qikat që ja u fal ke Zoti me ishtin tokë se këto s'janë tona, çka janë themna s'janë tona. E do ishin me unëzër prej ati, me një arsye të mytë prej asaj problematike që ato e shifshin problem nëse Allahu t'jap qik. Tha u e gjalune lillahi ma yakrahun. Tha ate që se do ishin sukur qikat, thëshin këtë të Allah. E ato që i do ishin sukur gjemë, që ka banjshin, që ka thëshin? Këto janë tund. Tha u tasifu alsinatuhumul kadhib. Tha Allahu xhalla xhelaluhu, po rejnë këto me gjuhë, tha po rejnë. Po rejnë, Allahu s'ka as gjall, as qik, as që i duhen, as që i duhen, ma të khadha Allahu min waladin subhanahu wa ta'ala amma jasifun. Tha Allahu nuk ka fmi. Tha i lartë dhe i pastër i ngritur është prej cilësimit të cilësorve që po e cilësojnë ata. I lartë dhe i ngritur është nga kjo aj. Si duhen ati fmi? Thjesht, kështu, shka i duhen? Ku i qonaj ato? Hasha lillahi ta'ala. Në këto pitje se ja vën juve, në këtu në gjami. Këto pitje vazhdojnë alata nena. Ku i qonaj gjem? Ti ku i qonë gjem të tu? I qonë të ara? Allahu qka i duhen? Ska araj? Sa shati? Sa nuk mel grunaj, mel ti grun, ti duhen gjem. A ti si duhen ato? Për atena i banem një pytje, njenit prej njerëzve në Düsseldorf, që miren me qeshtje fetare, Gjerman me origin, a ishte një prift, shumë i shkolluar. I banem një pytje në kongresin e Düsseldorfit në 1998, natën e vitit 3. I banem një pytje ati. Se nëse mendoni ju se me të vërtet Isa është Zot, po ju pysim edhe qartas në bin, pytje bine. Kalzona, a ka dunjaja nevoj për Zot? Tha po, prej Isës e tanet të para, që shka nejt pa Zot. Si nëse keni mundësi me u përgjigjin këta urdhëni, se i kemi gjonat hapta, nuk kemi mshafta së gjon. Fejat nuk janë të mshafta, për ata në diskutojnë kursi, për ata prifti diskutojnë kish, diskutojnë rahat. A i thot për shembull në kish edhe ka të drejtë se islami dhe muslimanët janë rregull. A i këta duhet të thot rahat të shprej. Hoxha duhet të shprej se kjo sa është në rregull, po duhet të shprej. Ashtu që njerëzit asaj pale, edhe njerëzit e kësaj pale, me të di fenomenat, me t'jen mirë të njohër edhe me t'jen drejt për drejtë të njohër, s'ka drejta mu edhe nuk kërkush. S'ka të drejtë. Urdhënoni tregona, a ka kjo bot nevoj për Zot? Po. A ka pas edhe në të kaluarën? Po. Mas i kështu pra, Isa i ka bon 1999 vetë lindja ati. Për para, çka ka bon kjo bot pa Zot? Urdhëni. Urdhëni tregona mas 33 vetë jetës ati, çka të bon kjo bot pa Zot? A i sa shmon mesin tonë? Me gjithë se në fene ative besohet se aja është mesin tonë, po shpirtnisht është mesin tonë. O i dashur, kjo bot nuk e ka nëndra. Tha wa tasifu alsinatuhumul kadhib, tha Allahu xhalla xhelalu, po rejnë me gjuhë, po folin rejnë. Anna lahumul husna. Tha po rejnë me gojë, po thojnë se të mirat Allahu i ka pregadit për neve. Kështu jahudit po thojnë. Në besimin jahudive është kështu. Nahnu abnaullahi wa ahibbauhu. Na jemi gjem të Zotit edhe të dashur të ati. Shishitash, ndëgjotash.
Është interesant shumë me thonë ti unë jam i Allahut edhe ai më don mua, është shumë larg të vërtetës, po duhet me thonë Allahut duhet tije, pastaj është në rregull. Se unë për shembull të them kështu, mua më ka Sultan Sulejman kanunin nip. Unë them kështu, mua më ka Sultan Sulejman kanunin nip. Mirë po ta bin kom tije me thonë nëse je jo në gjumë, nëse je qut. Dhe ka dalu, shkojmë ta vesmi Sultan Sulejman kanunin, apo thot ka nip. Kur shkoj isha gje me vetë ata del se ai s'm ka nip, s'ka nip për mu e kur. Pra, me thonë unë jam i Allahut, është let me thonë unë jam. Jahudit kanë thonë, na jemi gjem të Allahut edhe të dashur të ati. O ju këta e keni thonë, a ban me bisedu me juve, shka ka thonë Allahu për juve? A jemi qartë shka më folim? E shka ka thonë pra Allahu për ato? Tha fe gjaalnahum kirdatan wa khanazir. Allahu ka thonë, kër e lanë udhën teme, fe bima naqdihim mithaqahum, tha besën kur ma kanë laku jahudit, i kam shëndru në dera edhe i kam shëndru ato në gomar. Edhe Majmuna. Tha ato kur e kanë lënë besën time, tha jahudit, shkojshin të shpia i lipshin gruës, mushma një gotë qumsht të pi, tha mirë ke gotën e qumshtit, qumsht të goja ja shëndrojsha në gjak. Tha ato pse e hupën besën, pse e lanë besën e Allahu Gjelle Gjelalu, shkrujtën të vratin e Allahut me dorën e vetë, e zhdukën originalin qiellor të Allahu Gjelle Gjelalu, në të cilën ishte një pjesë e madhe që ashtë sot në Kurani Kerim. Tha e moshin tepsin me uriz ato, e shtishin lugën, kër e qojshin dhe goja, mora, tha pse e lanë besën ti me Allahu Gjelle Gjelaluhu, ato mishin e pulës, kër e hajshin apo të kafshësh tepsin e vetë, e kapshin me dorë mish për të goja me qu, të buzët ja bajnsha unë ative zhabë. Për dënim, qito thojnë, ne imi gjem të Allahut që na donë mas shumëti. Qito janë këto? Allahut qito, ato shka i donë atë qështu, i dënona. Pra ka dalim që ka thu ti se je, edhe ka dalim që ka thojnë për ti e qertë se je. Ka dalim të madhë. Më thuj ti jam i mirune, le i qertë në të thoj je i mirë. Ti më thuj jam pasanik, ne të thojnë qertë. Ti më thuj unë jam i ditur, po ne të thojnë qertë se je i ditur. Ti vërtetoje se je i ditur, jo vesh me thonë se je i ditur. Ti më thuj unë jam i drejt, ta vërtetojnë qertë a je i drejt. Ti më thuj unë jam burri mirë, po ta shofin burnijen tonë qertë sa ke burnia jo. Allahu duhet me vlerësu. Ta shofim, ajo burnia jeme, ajo dituria jeme, ajo burnia jote, a ma thot me këto ajetët taman që atëherë je i mirë. La jarama anna lahumun naru wa annahum mufarritun. Tha Allahu me siguri qito, tha janë zjarë nesër, edhe këto me siguri, tha Allahu po e teprojnë se cilën fjalë që po e folin. Këto po e teprojnë. Tallahi laqad arsalna ila umamin min qablik. O Muhammed, tha po baj be në madhnin time, tha Allahu Gjelle Gjelalu. Po i veqerë para ti ju kam qupe nga merë. Po i veqerë para ti ju kemi zbrit kitab. Kemi zbrit suhufa. Kemi suhuf Ibrahim e Musa. Kemi zbrit Tevrat. Kemi zbrit Zebur. Kemi zbrit Injil. Fa zejjena lehumu shëjtanu amalehum. Fa shëjtani dilke për para. Ja vzbukuron të besimin e vetë. Qish kisha i qef, e lishin besimin e Allahu Gjelle Gjelalu, edhe mirshin qatë besimin e shëjtanit. A i faktikisht dominot dhe mbitor. E bajshin shëjtanin djallin, e bajshin kudestar dë vetin. Qka këshillon të aj, ato e bajshin vepër. E pastaj unë e qëjsh në pengamerin qëtër me qëtër kitab. Bë në fund dhe qova Muhammedin me qëtër liber. Se jo që pat njëherë qëtër fe, e pastaj arë kjo qëtëra. Fa hua walijuhum ljawma, walahum adhabun elim. Tha kudestar, shëjtanin kudestar. Shumë herë kanë nga bukështu. Edhe Aba Gjehli e gaboj ditën e Bedrit. Edhe aje gaboj ditën e Bedrit. Edhe aje më dëgjoj shejtanin. E mori ushtrijen e Mekkës. E takoj Ebu Sufjanin nudhe. Tha Ebu Sufjani, ja Eba al-Hakam. Tha karavani, vargani, deveve me kejt pasurien. Tha ka pështu, tha mos shkon luft mo. Se e shpëtova unë, tha Muhammed i sëni kapi. Tha Aba Gjehli, në konsultim me shejtanin luftën e Bedrit. Tha, qka me bo? Shejtanin në formën e njeriut, a i shsar doje bod në formën e njeriut.
Mos I mirëni këto gjona prej kaone e materialistave, se materialisti ja shejtoni nu dhe zabit me uniform, ja se beson hiç se është. Kjo s'janë kështu. Tha inni gjarun lekum, tha hec të para se mum ke. Kështu I tha Aba Gjehli ditën e Bedrit. Hec të para se mum ke. Vazhdoj ushtria 400 kilometra një udhtim, 400 kilometra. Aba Gjehli zotni, raki sa dush, ven sa dush, kajnat sa dush, qika sa dush, gra sa dush, rezilhone sa dush, pianica sa dush, deve sa dush, shpata sa dush, kuaj sa dush, asker sa dush. Hec! Tha sa nënzilu bedren, tha kemi me zdrip në bedr. Sa nashrabu l'khamër, tha kemi me piraki. Wa sa nënharu l'ibil, tha kemi me I pre devët. Wa sa nërkusu ma anisaina, kemi me lujt dans, tha me gratë tona. Hatta jesma al-Arab, tha deri sa dëgjën tanë bota arabe. Ato ishin 10 milion banor në atë ko. Arabët 10 milion banor kanë qenë ditën e Bedrit. Ardhë Bedr. Shejtani e solli Aba Gjehlin para briskit të kasapxonës, ku 950 burra morin pjesë në luftë përballë me 314 gjem musliman të paarmatosun. 70 deve dikuval. 70 deve dikuval. 700 deve 100 kovali sjell Aba Gjehli. Përballë në ushtrien e Allahu Gjelle Gjelaluhu. Shejtani ju tha, tamam. Tha inni fanakasa ala aqibaihi qala inni ara ma la tarawna. Tha shejtani anal themrat e veta mirë edhe akthi pika ka ardhi tha Aba Gjehlit, shti shka të dush ban, unë shkova. Shti shka të dush ban, se unë shkova, po. Shka kjo, shka do me thënë Kur'an shejtani kur të thoi unë shkova, shka ka kuptimin? Kuptimin e ka unë tërë që tu e futi njërin, ku së ndel ma I mrapa dhe I thëmë selam. Unë e bi njëri unë, dhere ati a I kusën këthen mo. Etash, ti të kam tru ati mo kusën këthen të mas. Shti pra hec piraki, lujt dans, edhe bani pun pra deve, ha mish, tone majs mrami, veni bin Mesudi e të ban mish. Veni bin Mesudi vogël, të ban mish. Tha la gjarama, anna lahumun naru, jaume l'kijama, me siguri do t'i kap zjarë me gjahnemit nesër. Wa annahum mufarritun, këto me të vërtet e kanë të pru. E vazhdojnë ajetin që të tha walahum adhabun al-elim, tha me dhimta të mdoja dënimi kam I kap nesër. Wa ma anzala alejke l-kitab, tha ja Muhammed, këtë liber, këtë Kur'an që për të zbras tije, illa li të bejjine lehum, tha këtë për të zbras jo për që tërsen, për me javë tregu rrugën. Këtë Kur'an ti që për të zbras, për të spjegoj për popoj që kanë vujt para, I kanë bo gabimet e veta, janë dënu, që këtë Kur'an dhurat, me javë tregu njerëzve rrugën, li të bejjine lehum, alledhi htelefu fi. E qka me na tregu? Tha me ju tregu ummetit tanë o Muhammed, për çështjet në të cilët ato nuk dishin me u marrë vesh. Për çështjet të cilët nuk ditën me u pajtu, nuk ditën me u marrë vesh. Se I cili kishte rrugën veti, se I cili kishte program në veti, se I cili kishte statut në veti, statuti I Kurejshve, statuti I Beni Abdumenefit, statuti I Beni Hashimit, statuti I Beni Thakifit, statuti I Khazrejit, statuti I Eusit, statuti I Fizit Beni Ukajnuka, statuti I Fizit Beni Nadir, statuti I Fizit Beni Mustalik, e me radhë. Pra fis e statut, për qarje deri në dhomë, mëse që ditë, asë mësë habit fare heq, që tash qajo koha, tash jemi munat kohë, fis e statut e program, parti e statut e program, shoqat e statut e program, këto janë fisët e arabëve para islamik, në dashim e ditin deruar I gjemot. Këto janë fisët e para arabëve islamik, para islamikve, arabëve para islamik. E pastaj njerëzit kanë dëshirë edhe androjnë që të jenë të bashkuar. Ska bashkim. Ska bashkim, mos e prit. Ska bashkim se janë formu partit për mos mu bashku. Janë formu shoqatat për mos mu bashku. Janë formu statutet edhe programat për mos mu bashku. Se janë vu nejnat të cilët duhet me I shku mrapa.
e nenat e mi janë qerë, nenat e tu janë qerë. Pra si kemi nenat njajt, kur si kemi nenat njajt, pra bashkimin se kemi. Nenat si kemi njajt. Neni jem 16, thot diçka, neni 16 i joti, mua i numër, thot diçka qëtër sen. Pra mirë hoqë, ti s'midish e këto punë pra. Ti me të vërtet nuk kanë që mirë informum. Neni 16 i kësaj partije, me neni në 16 të asaj partije njajt janë. E masi janë njajt pra, pse janë di? Masi janë njajt pra, elhamdulillah, mirë qenë ka njajt pra, pse s'po shkryen në nja pra. E masi ka në njajt, asa është mirë që nja tjeta, nja është bolë, sa të dush. Jo, masi s'po shkryen s'janë të njajt, e neni i 16 i statutit tem, është neni i shqiptarit. Neni i 16 i statutit tem, është neni i shqiptarit. Pra nek unë edhe ti kemi bot dinejna jo të njashëm, e pastaj po androjmë duke fol në për tribuna dhe në për tribina, se na do të bashkohemi. Ska andër. Ska me pa andër. Ja shah të vërtetën, ja ngel në të pavërtetën të andru për gjithmonë. Allahu Jalla Jalaluhu mo për këta tha pra wa ma anzalna alejke l'kitaba illa li të bejjina lahum. Këtë Kur'an për e qojmë special për me u spjegu njerëzve këto që i thave o hoqë tash ma në fund li të bejjina lahum u ledhi jakhtelifune fi. Tha me ju spjegu njerëzve fshini nenat e statuteve të partive edhe të programeve që i keni ndashi me u bashku. Deri sa nenave, statuteve dhe partive dhe programeve ju dil një zot do një statutit do një qetrit, s'ka bashkim. Atëhere ju rreni popullin ndoshta eventualisht se kjo fjala e madhe, po unë mu m'ka hije me thonë. Mu m'ka hije me bo kritika. Kjo s'ash kritik, kjo është udhëzim, kjo është drejtim prej të shtremtës në të drejtën. Po edhe kritika m'ka hije me bo. E pse ti të ka hije me bo kritika? Kush më keve ti? E di kush jam unë? Unë jam aj që kur të kritikoj ta qes një gurin kulëm të shpijes e ta thaj qeremidin e drishkt. Ta thaj ata. Po para se ta thaj qeremidin me një kritik, mos harro se 40.000 qeremide të reja ti kam shdrip në bërë për para. Për qatë mu më ka hije? E unë nuk jam aj shka vit asho shpijen tonë e s'po të bajnë ka një qeremide, kap një gure dhe drejt për mikullim edhe selam. Unë s'jam ashtu. Unë para se ta thaj qeremiden 40.000 copa që 24 vit 40.000 copa qeremide të reja ti kam lonë në borë pal. E këta pa ta bajnë me dije heke këtë shire këtu në borë, noja një dhe 39.999 copa i ke në borë të reja. Për atem ka hije muë. Unë kur të ndali me pi ta mëllbulice, 50 ton ta mëllzogi në borë t'i kam shdrip. Unë për ata për të thomë më s'pi ta mëllbulice, tu pas ta mëllzogi. Për ata mu më ka hije. Mu e mban taman një kritik me i kalzu popullit se o ju, mu më ka hije, o ju, lini ju ato ondrat e ju që po thoni na të bashkomi e na duhet jemi të bashkum. Po mjetët e bashkimit si kemi qitë në tavolin. Atë shka na bashkon si jemi ka për ta. E kush na bashkon neve? Kush na bashkon? Neve na bashkon një Allah. Edhe na bashkon ideali për lindje dhe jetë dhe vdekje për ta. Edhe na bashkon libri Allahu Jalla Jalaluhu wa Jalla Shanu. Ka thonë, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraku. Kaplu për litarin e Allahu të gjithë mësë përqani. Një prej vlazrive në rrathinën tonë jo, në Shkup, pyti me letër me një tubim. Ishte gjamia jo, ishte biset gjamia, pyti me letër. A i tha kështu, a ke ndërmend ti Hoxhi Jakupi dë njëherë me formu një parti politike, Këtë pytje me jabo Hoxhës ashtë turp. Këtë pyetje me jabo Hoxhës ashtë turp, që Hoxha ta formoj një parti politike. Ashtë turp. Edhe pse? Pse ashtë turp, se unë me formu një parti politike, duhet me bo një statut. Një statut me nena dhe një program.
Pastaj në atë statutin e atë programit duhet me formu një degë në Slupçan. Pastaj në Slupçan prej xhamatit një 1000 antarëve duhet mi morë një 200 shka anojnë ka une. Atëherë une kam rëzbit katunin tem. Une kam thi katunin tem e kam bocopa. Se i mora 200 që ma pëlqin statutin 1800 ma tonë metën shkun. Me një statut qëtër ose pa statut. Zbojmë në kësi pun. Na kemi statutin e Allahu Gjelle Gjelalu. Ka thonë mu për këta për e qojmë këtë Kurani Kerimin. Li të bejjine lehumu ledhi jehtelifune fi. Tha në qeshtjet e përqarjeve që kanë me zveti, e kemi që këtë Kurani Kerim me i fshin këto e me bo një trup. Mu për që ta ka, me bo një trup. A i trup ka shumë deg të na. Po gabimi maj madha është bon se prej degve do po dojnë me maru trup. Inshallah më keni kuptu në shembullin e fundit. A i trupi ashtë trupi i pëmës islami 1 miliard e 700 milion njerëz i ka. Po do po vinë për prej një deg, qatë degën po dojnë me lajmru trup. Ajo s'mundet ashtu. Ajo s'mundet ashtu. Që ato që ka e morin një pjesë të popullit mas një statutit edhe ngasin për ullë me kalëzu se ne jemi një popull, ato i njajnë ati njeriut i cili hek shtëpijës vet një dritare edhe del për sokaku me dritare thot, a jam të banu mirë. Mirë për para veti. Mirë për para, apo? Mrapa? Për para mirë, për veti ti mirë, që qenë ke mbrojt. Për shembull, e ke një partit, ki hin pun, ka shtin pun, ke dal pi punë, ke mor një rrugë, vlajnë e ki punësu, agjen, migjen, dajnë, vlavën e gruas, vlavën e tezës, vlavën e baldëzës, ke ti ki bo, që para gjomit mirë, pra. Mas? Nuk është kështu, veç qashtu po bisedojmë. Ka plot punë, pra. Walillahi, të më falni, li të bejjine lehum alladhi jehtelifune fi, wa hudan wa rahmatan li qaumin yu'minun. Tha e kemi qu këta hudan udhëzim, e kemi qu mëshirë për njerëzit që kanë besim. O Zot, po të lutemi 50 minutat e tonë u krinë sot në këtë ders, ndoshta ju kemi majt gati një pi pak kakamët, inshallah Allahu Gjelle Gjelalu ja pagun juve qëndresën edhe qëndrimin, po të lusim o Zot në fundin e këtij dersit, masi që e krim me fjalën besimtar, me fjalën besim, neve të na registrojsh në fletën e besimtarve të dashur që ti ke ndaj ative konsiderata. O Zot, se vapin e Ramazanit ative që kanë vdekja pja. O Zot, pra po të lutemi që të smut të shërojsh. Po të lutemi të varfët të ngritësh, ja Rabbel Alamin. Të varfërit e muslimanëve të ngritësh, të bajnë shpasanik ato, se ti ke bollë dhe për ato. Po të lutemi që njerëzit i hedhruar t'i pajtësh. Ti zbutër zemrat e ative, ato t'i folin vllajt vet. E të bajnë një bisedë ato me vllaun. Po të lutemi për afrimin e shpirtave mes njëri tjetrit. Na po të lutemi o Zot që nën këtë xhami këtu shërbimin ton ta bëjsh kabull, ta pranojsh edhe të na i konsiderojsh inshallah. Kejve hoxhallarve jap ju ndihem, edhe mua pak për hoxhallarve. Kejve ulemave o Zot dituri të gjarë, po edhe neve pak na jap, se po na duhet e po na vyn ushqimi më i bukur që na ke dhënë ash librin që na i ke dërgu. Mësuesin më të mirë që na i ke thu ash Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Bana pra prej nxënësve të atij të sinqert lillahi al-Fatiha.